Ndodhem në Parkun Rinia në Tiranë, pikërisht në monumentin kushtuar 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, por me sa duket, ky monument nuk I rezistoi gjatë lavdisë së tij. Duke ju afruar më afër, shikojmë se si është soptuar, shkatërruar dhe nuk ka më identitetin që I takon. Kam filluar që t'i heqin pjesët metalike mbështjellëse dhe si kundër e vini re e pas kanë kurorzuar në pjesën e tij të poshtme. Në pjesët anësore të këtij monumenti shihet qartë pseudonime dhe dedikimet e dashurisë, emrat e ndryshëm të zgaravitur mbi sipërfaqen e tij. Shkrimi është realizuar me anë të gërvishtjes së pjesës sipërfaqësore, pasi duket mirë që nuk fshihet ashtu si kundër fshihen fjalët e tjera. Krahas shkrimit, dallohen edhe disa shenja të mëdha, të cilat të japin idenë e një pikture të mbetur në tektantiv. Dyshemes I është heshur lustra dhe është ndrysh kuretëra. Poshtë saj vihen re qartë edhe tela të koputur, të cilët janë të varur në pjesën anësore. Por shkrimi I fjalëve nuk mbaron këtu, ai vazhdon edhe në pjesën tjetër të monumentit. Sikur të mos mjaftonin gjithë këto, ky monument, krahas tyre, është ndërruar edhe në një banjë publike. Fatkeqësisht, është e vështirë të qëndrosh për një kohë të gjatë këtu, pasi era e keqe është e padurueshme. Është I mjerueshëm fakti se si ky monument në dukje madhështor, në fakt është ndërruar në këtë gjendje, madje shpreh qartazi edhe kulturën e ulët të qytetarëve. Këto pamje të rënditse janë pikërisht në qendër të Tiranës, në Monumentin e Pavarësisë.